ngjarjeve, po sekrete të cilat i din pak aktorë dhe jo të gjithë qytetarët, sepse kemi parasysh që në shumë raste qytetari ka të gatshme dhe thjesht vetëm dëgjon lajmin e fundit, por e vërteta pas këtyre, të thoja, heshtjeve, negociatave, komunikimeve, është treguesi i qartë që na presin lajme të mëdha, por sigurisht që lajme të cilët do t'i marrim me rezerva. Dhe nuk duhet të bëjmë atë gabimi që bëjmë gjithmonë, duke marrë një lajm që shkëlqen dhe ta konsiderojmë se është diamant. Pra duhet kuptuar çfarë përmbajtje ka, është vërtet diamant, shkëlqen ashtu siç duhet. Pra duhet provosh nëse është e vërtet që është diamant, sepse në rast se ti e merr faktin ashtu siç del, edhe nuk e përpunon, sigurisht që nuk merr atë që duhet. Por në muajin shkurt, avokat, çfarë prisni? Edhe Balluku do ta shtyjë, do ta zjas, do zvarritet procesi dhe do humbin afatet? Përse të humbin afatet, se kuptova? Te gjykata kushtetuese apo 3 muaj afati i kërkesës së Spakut? Tani do të keni parasysh në muaj nëntor u bë regjistrimi në fund të muajit nëntor. Dhjetori kaloi, janari u mor në shqyrtim, brenda muajit shkurt duhet të dalin dhe do dalin me besoj javës që ardhshme do të dalë vendimi i gjykatës kushtetuese. Pra, është brenda muajit dhe brenda afateve procedurale. Por ajo që unë dua të them te ky është që kjo zvarritje nuk kupton që një gjykatë kushtetuese nuk që ka e pavarur. Pra, do të thotë që është në varësi të dikujt. Po ajo ka të drejtën vetë avokat që të marrë kohë. Sigurisht që gjykata duhet të marrë kohë sepse është një gjykatë e cila interpreton kushtetutën, por ju duhet keni parasysh diçka. Një gjykatë e cila shtyn seancat, një gjykatë e cila nuk merr një vendimarrje, nuk kupton që kjo gjykatë nuk është e pavarur në aspektin procedurial, sepse gjykata çfarë bën në aspektin procedurial, merr një vendimarrje duke u bazuar mbi provat të cilat ka grumbulluar gjatë shqyrtimit gjyqësor. Tani, a është gjykata kushtetuese në nivelin e dur? Fakti tregon qartë se që ata nuk janë në nivelin e dur. Se ne këtu e kemi thënë vazhdimisht, nderuar, dhe kemi vite që e themi, dhe na kanë dalë pothuajse të gjitha dhe do na dalin edhe këtu që themi. Pra, një gjykatë e cila nuk ja mban të dalë me një vendimarrje dhe brenda muajit janar të jetë e aftë të dalë, do thotë që ka një ndikim, ka një presion, ka një ndikim të brendshëm dhe të huaj. Jemi realist tani, sepse ju e dini shumë mirë që të gjithë këta janë krenuar për amerikanët dhe europianët. Po ndikim tani ata këta mos më dalin ta bëjnë tani super shqiptar. Do thotë që janë të ndikuar nga të huajt. Ndikim të huaj për ta shpëtuar Ballukun i bie tani. Jo, nuk ka lidhje shpëtimi, sepse edhe një herë, procedimi penal është gjë tjetër. Çfarë do interpretoj gjykata kushtetuese? A lejohet prokuroria të kërkojë gjykatës pezullimin e një funksionari shtetëror që ka në aspektin politik? Kushtetuesi jep të drejtë qeverisë, pra që nuk ka të drejtë një prokuror. Del viktime di Rama. Del viktime di Rama. Po i dha të drejtë Ramës, Rama me atë argument do ta rrethojë kërkesën e Ballukut. Kërkesën e Spakut për arrestimin e Ballukut. O s'ka lidhje, shiko. Jo, që nuk ka lidhje, ne kuptoj avokat, po lidhjen e kanë bërë ata që ne do presim këtë për të vendosur për këtë. Po, një sekond. Ne t'ja themi qytetarëve, le ç'a bën Rama, se Rama unë e di shumë ç'a bën. Por ne do të themi qytetarëve, një gjykatë e cila është e reformuar, një gjykatë që nuk duhet të ishte plepave të një, sot është ndëruar plepa një. Pse? Nuk del në vendimarrje, është shumë e thjeshtë. Pra, ne duhet të kuptojmë që kjo gjykatë kushtetuese duhet të interpretojë kushtetutën e vendit në raport të drejtë me të vërtetën flasun. Kur unë nuk do të jem nga ata militantët që flasin vazhdimisht rroft partia, gëzojmë të gjithë. Jo, unë do të them të vërtetën. Rasti Balluku dhe kam qenë dëparët dhe kam thënë
kryeministri duhet i drejtojë gjykatës kushtetuese. Kam thënë edhe te ty, dhe sapo doli lajmi, kam dalë edhe tek një emision të natës, të orës 9 tek Luan Rama, dhe ka thënë dhe kam bërë debat me analista aty, pse kryeministri duhet i drejtojë gjykatës kushtetuese. Të gjithë thoni që duhet i drejton gjykatës kushtetuese. Duhet i drejtohet gjykatës kushtetuese, se nuk është vetëm për Ramën ky fakt. Po, ai është për qetetin. Nesër zotri do vinë kryeministra në Shqipëri sa ta i drejtë, ja kupton. Se nuk do rri Rama gjithë jetën aty. Por puna është që rendi juridik është rend juridik dhe rend politik që kemi janë të bashkangjitura njëra me tjetrën. Kush i normon sot zotri ligjet në parlament? Kush? Deputetët. Nga vinë deputetët? Njërë nga Partia Socialiste, nga Partia Demokratike, ministrat janë të emëruar nga Partia Socialiste dhe ligjet i ndërmën po ato. Pra si më shkëput ti mua aspektin juridik dhe politik kur ndërkohë ti ligjet ti bën partia. Shumë e thjeshtë, nuk ka nevojë të bësh interpretime të mëdha. Pensionistin ja ngre partia që është në pushtet.